Marina amerikane ka 296 anije, mijëra kompani prodhojnë pjesët e tyre dhe i mirëmbajnë ato. Mes tyre është edhe kompania Fairbanks Morse Defense, prodhuesi më i madh i motorëve në Amerikën e Veriut dhe atë të Jugut. This engine has about 10,000 horsepower. Presidenti i kësaj kompanie, George Whittier, tha për Zërin e Amerikës se 90% e biznesit të kompanisë është i lidhur me marinën amerikane ose rojën detare. Kompania tha ai priste që madhësia e flotës së marinës të rritej për të përmbushur objektivat e strukturës së forcave detare që rriten çdo vit. Por vitet e fundit flota e marinës amerikane është zvogluar. And then for the 2025 budget plan, Planet për buxhetin e vitit 2025 fillimisht parashikonin ndërtimin e 10 anijeve të reja, por tani do të kërkohet ndërtimi i vetëm 6 anijeve të reja dhe nxjerrja nga funksioni i 19 anijeve të vjetra. Pra, kjo do të thotë 13 anije më pak për flotën amerikane. down minus 13. Marina e Shteteve të Bashkuara konsiderohet ende më fuqishmja në botë, por numri i anijeve të marinës amerikane është në rënje krahasuar me ato të Kinës. Sipas Pentagonit, këtë vit ushtria kineze pritet të ketë mbi 400 luftanije. It's very frustrating and very challenging. Është shumë zhgënjyese dhe shumë sfiduese të jesh furnizues. Ata po rrisin me shpejtësi madhësinë e marinës së tyre dhe ne jemi lënë me një anë në një kohë kur ne kemi nevojë të ndërtojmë më shumë anije. Ships that are out there. We send a shipbuilding. Admirali Jim Kilby, shef në detyrë i operacioneve detare, është dakord me këtë vlerësim. And we've advocated for Për një kohë të gjatë ne kemi kërkuar një marinë më të madhe, time. por ai thotë se nuk ka pasur buxhet për të zëvendësuar të gjitha anijet dhe nëndecet e vjetruara, aq më pak për të rritur numrin e tyre. And when we get a new ship, Kur marrim fonde për ndërtimin e një anije të re, ne zakonisht zëvendësojmë një anije të vjetër sepse mirëmbajtja e anijeve të vjetra është shumë e shtrenjtë dhe më e vështirë. and harder to maintain. Zoti Whittier thotë se mungesa e rritjes nuk po ngandalson vetëm industrinë e mbrojtjes detare, por po dëmton edhe zinxhirin e furnizimit. There's thousands and thousands of suppliers. Mijëra furnizues janë detyruar të mbyllin bizneset e tyre dhe ky është një rrezik real. Mora një njoftim nga njerëzit në kompaninë Electric Boat që prodhon nëndece, ku thuhet se ata kishin identifikuar rreth 350 furnizues kritik, zëvendësimi i të cilëve do të ishte i vështirë në rast se ata mbyllin. If they go out of business, that they don't necessarily have a backup. Kompania Fairbanks Morse Defense është një nga furnizuesit më të mëdhenj të nëndetësve amerikane dhe kompania vetme që ofron motorët më të mëdhenj që përdoren për luftanijet amfibe të ushtrisë. Çdo motor ka përmasat e një autobusi të vogël. We should have 2 engine suppliers. Duhet të kemi 2 furnizues motorësh, por duke marrë parasysh se marina ndërton vetëm 6 anije në vit, është e vështirë madje të mbahet një furnizues motorësh. To keep 1 engine supplier in business, let alone 2. Ky problem ka nxitur presidentin amerikan të marrë masa duke shpallur këtë muaj hapje në një zyre të re në shtëpinë e bardhë, kushtuar tërësisht ndërtimit të anijeve. Kongresi pritet të rrisë buxhetin e ushtrisë për të eliminuar mangësitë e saj në ndërtimin e anijeve. Ndërsa shumica e anijeve të prodhuara në Shtetet e Bashkuara janë për ushtrinë e saj, senatori Mark Kelly tha për Zërin e Amerikës se gjendja e industrisë amerikane të prodhimit të anijeve komerciale është edhe më e rëndë. We went from 10,000 ships during World War II. Nga 10.000 anije që kishim gjatë luftës së dytë botërore, kemi rënë në 85 sot. Pra, në rast emergjence, në rast të një konflikti me një armik të afërt, ne jemi mjaft të kufizuar në marrjen e të gjitha masave për dërgimin e furnizimeve, pajisjeve dhe trupave përtej oqeanit. And equipment, troops across the ocean. Shtetet e Bashkuara ndërtojnë rreth 5 anije tregtare në vit. Kina ndërton më shumë se 1000. They have one shipyard. Ata ka një kantier detar, vetëm një kantier detar që është më i madh se të gjitha kantierët tona së bashku. Ata mund t'i ndërtojnë ato shumë shpejt dhe ne thjesht nuk e bëjmë më këtë. And we just don't do that anymore. Senatori Kelly në dhjetor prezantoi projekt ligjin dy partiak të quajtur Akti i Anijeve për Amerikën. Projekt ligji synon të rrisë flotën e anijeve komerciale të Shteteve të Bashkuara me 250 anije në 10 vjet, gjë që do të rriste gjithashtu zinxhirin e furnizimit për anijet ushtarake. A lot of the parts that go into a US aircraft. Shumë nga pjesët që përdoren për ndërtimin e një aeroplan mbajtëseje amerikane, përdoren edhe për ndërtimin e anijeve të madhrave. Go in merchant ships.
Udhëheqësit e industrisë së mbrojtjes thonë se mirëpresin përpjekjet për t'i dhënë përparësi ndërtimit të anijeve për t'i bërë konkurrencë Kinës dhe paralajmërojnë se mosveprimi do të vendoste Shtetet e Bashkuara edhe më mbrapa në të ardhmen.